Udhëheqësi i Groenlandës ka paralajmëruar se territori arktiku duhet të jetë gati për një pushtim amerikan, ndërsa presidenti Donald Trump rriti në qytetin zviceran të Davosit për diskutime të tensionuara mbi të ardhmen e ishullit. Perspektiva e Amerikës, antarit më me ndikim dhe më të fuqishëm të NATO-s që sulmon territorin, që i përket një antarit tjetër të aleancës, ka qenë deri vonë e paimagjinueshme. Një veprim i tillë do të thënë vet NATO-n. Administrata Trump ka refuzuar të përjashtojë mundësinë e veprimeve të armatosura për të marrë Groenlandën, megjithëse ka treguar se do të preferonte të blinte territorin. Zyrtarët e Groenlandës dhe Danimarkës kanë thënë vazhdimisht se ishulli nuk është në shitje, ndërsa udhëheqësit evropian që mbështesin Kopenhagenin dhe Nukun janë përballur me kërcënime me tarifa nga Trump. Ka pak gjasa që të përdoret forcë ushtarake, por mundësia nuk mund të përjashtohet, ka kryeministri i Groenlandës Jens Frederik Nielsen në një postim në media sociale të njëjtën. Ne duhet jemi të përgatitur për të gjitha mundësitë. Nielsen tha se qeveria e Groenlandës po përgatiste një fushat informuese për popullin e saj, duke përfshirë udhëzime mbi atë që individët mund të bëjnë, duke përfshirë rekomandimin për të pasur të paktën 5 ditë ushqim në shtëpitë e tyre. Groenlandi gjithashtu do të formojë një ekip reagimi ndaj emergjencave të përbërë nga departamente nga autoritetet komunale, policia dhe komanda e përbashkët arktike e Danimarkës.